Ai u ringjall. Me të vërtet u ringjall. Të dashur dëgjues, ju ftojmë që të lusim së bashku mbrëmsorën. Sot është e hëna gjatë të ditëshit të Pashkëve. O hyj më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Ndark të qengjit parafolës, të bardhë dhe me robë shpëtimi, pasi u shfaq deti i kuq, ti këndojmë Krishtit kryeprincë. Trupi i tij kreti shenjt, në altar të kryqit i flijuar, duke shijuar dhe gjakun, ne në Zotin për të jetuar. Mbrojtur në mbrëmje të Pashkës nga engjëlli i shfarosjes, u çliruam nga zgjedha e faraonit të egër. Tash Pashka jonë është Krishti, edhe qengji që u vra pa faj, që për ne flijoi trupin me pastërti të ndorme. O flije denjë dhe e qiltër, nga e cila u shem ferri, turma e robruar çlirohet, vlerat e jetës po kthehen. Ngrihet Krishti Zot prej varrit, kthehet fitues nga humnera, tirani në vëndër pranga dhe hapdyert e parajsës. Për herë ti rrofsh ndërmendje, o Krisht gëzimi i Pashkëve, dhe me hir të rilindur në triumfin tënd bashkona. Jezus, ty të qoftë lavdia, që shndrit me mundje të vdekjes, bashkë me atin e me shpirtin, ndër gjithë shekujt burim jete. Amen. Antifona e parë. Maria Magdalene dhe Maria tjetër shkuan për të parë varrin, për ta nderuar trupin e varrosur, por nuk e gjenë Zotin. Aleluja. Psalmi 110, rreshtat 1 deri 5 dhe 7. I tha Zoti Zotit tim, rre në të djathtën time, derisa ti vë armiqtë e tu, shtroj për këmbët e tua. Skeptrin e pushtetit tënd Zoti do ta shtrinj nga Sioni, sundo midis armiqve të tu. Ty të përket më i larti pushtet në ditën e fuqisë sate, në shkëlqime të shenjta nga krahrori para yllit të dritës unë të linda. Zoti u përbetua, asesis do të pendohet, ti je prift për amshim në mënyrën e Melkizedekut. Zoti është në të djathtën tënde, i dërmon mbretërit ditën e zemrimit të vet. Në udhtim ujë do të pi prej porojit, prandaj lart do ta ngrej kokën. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Maria Magdalene dhe Maria tjetër shkuan për të parë varrin, për ta nderuar trupin e varrosur, por nuk e gjenë Zotin. Aleluja. Antifona e dytë. Ejani e shikoni vendin ku që vën zotria së vdekuri. Aleluja. Psalmi 114, rreshtat 1 deri 8. Kur Izraeli doli nga Egjipti, shtëpia e Jakobit nga populli barbar, Judeja u bë shentrorja e tij, Izraeli zotrimi i tij. Po adeti dhe i bëri rrugë, Jordani u kthye prapazi, malet kërcyen si desh, kodrat por si qengja delësh. Çpate o det që ike, e ti o Jordan që u ktheve prapazi, ju o male përse kërcyet si desh, e ju o kodra por si qengja delesh. Dridhu o tokë para fytyrës së Zotit, para fytyrës së hyjit të Jakobit, që shndron shkëmbin në liçen ujrash, edhe qetën në burim uji të gjallë. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Ejani e shikoni vendin ku që vën zotria së vdekuri. Aleluja. Antifona e tretë. Thot Zoti, mos keni frikë. Shkoni e lajmëroni vëllezrit e mi të shkojnë në Galile, atje do të më shohin. Kënga krahasojmë librin e Zbulesës, kapitulli 19, rreshtat 1 deri 7, dasma e qengjit. Aleluja, shëlbem, lavdi dhe pushtet hyjit ton. Sepse gjyqjet e tija janë të vërteta dhe të drejta. Aleluja. Aleluja, lavdëroni hyjin ton të gjithë shërbëtorët e tij. Të gjithë ju që e druani, të vegjël e të mëdhenj. Aleluja.
Aleluja, mbretëron Zoti. Hyj ynë i gjithë pushtetshmi. Aleluja. Aleluja, le të galdojmë e të brohorasim. Dhe t'i japim lavdia ti. Aleluja. Aleluja, sepse erdhi dasma e qengjit. Gati është nusja e ti. Aleluja. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Thot Zoti, mos keni frikë, shkoni e lajmëroni vëllezërit e mi të shkojnë në Galile, atje do të më shohin. Leximi i shkurtër marr nga letra drejtuar Hebrejve kapitulli 8. Kemi një kryeprift të tillë, i cili rri në të djathtën e fronit të madhërisë në qiell, si mbarështues i shenjtërorës dhe i tendës së vërtetë, të cilën e ngriti Zoti dhe jo njeriu, meqense se çdo kryeprift vihet për të kushtuar dhurata dhe fli. Kjo është dita që e bëri Zoti. Aleluja. Të gëzohemi dhe të galdojmë. Aleluja. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Jezusi u doli grave përpara, i përshëndeti dhe u tha: Paqja me ju. Atëherë gratë u përkullën para këmbëve të tij dhe e adhuruan Zotin. Aleluja. Kënga Virgjës së Lume sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë, lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im e harej brohorit hyjit shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqem mbi shërbëtoren e vet të përvuajt. Qëse që tani të gjitha brezni do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua hyji i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij. Mëshira e tij brezni më brezni. Për ata që e druajnë. E tregoj fuqin e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve. I rrëzoi princat prej froneve të tyre. E i lartësoi të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. E të pasurit i nisi duar that. I ndihmoi Izraelit, shërbëtorit të vet, duke sjellë në mend mëshirën. Si u apati premtuar etërve tanë. Në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Jezusi u doli grave përpara, i përshëndeti dhe u tha: Paqja me ju. Atëherë gratë u përkullën para këmbëve të tij dhe e adhuruan Zotin. Aleluja. Lutjet e besimtarve. Shpirti i Shenjtë i dha jetë njerëzimit të Krishtit. Për këtë arsye atij shëlbuesit të ringjallur, t'i drejtohemi me zemra të gëzuara. O Zot, përtëri dhe jepi jetë çdo gjëje. O Krisht, shpëtimtari i botës, mbret i krijesave të reja. Mendimet dhe ndjenjat tona me mirësi drejtojnë në mbretërinë tënde, ku thirrri në të djathtën e Atit. O Zot, përtëri dhe jepi jetë çdo gjëje. O Zot, ti gjithnjë jeton në kishën tënde. Atë të fejuarën tënde me shpirtin shenjtë drejtoje në plotësinë së vërtetës. O Zot, përtëri dhe jepi jetë çdo gjëje. Tregohu i mëshirshëm ndaj të sëmurëve, të lodhërve dhe atyre që po vdesin. Që të gjithë të forcohen dhe të përtrihen me mirësinë tënde. O Zot, përtëri dhe jepi jetë çdo gjëje. O Krisht, dritë e cila s'ka perëndim, tani në mbrëmje ta drejtojmë lutjen tonë. Dhe të lusim që me dritën e ngjalljes sate t'i ndriqosh të vdekurit tanë. O Zot, përtëri dhe jepi jetë çdo gjëje. Ati ynë që je në qiell, u shet roftë emrit, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na e jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyj, ti gjithmonë e rrit kishën tënde, duke i dhuruar asaj me anë të pagëzimit fëmijë të rinj. Bëj që besimtarët e tu t'i jenë gjithë jetën besnik sakramentit, që me fe të gjallë e morën,
në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.